ka kokainën si kundër valencë të paras. Dhe arsyeja pse ne kemi një lek që është kaq i fortë në raport me dollarin, sterlinën, euron, e ke pati kursin e shkëmbimit, është sepse ne kemi një armë shumë të fortë kundër tyre, kemi kokainën. Kokaina e mban gjithë ekonominë e Shqipërisë, dash si pastrim parash, dash si sigurim parash. Dhe me në krye? Kryetarin e kartelit. Kartelit qeveritar të drogës, kokainës, që është në nivel ndërkombëtar, që quhet Edi Rama, që është thjesht drejtori i Fondacionit Soros për Shqipërinë. Ka çopur për Dulsano? Arsye pse jam censurur në Shqipëri në 10 televizione prej 12 vjetësh tashmë, është pikërisht i them gjërat ashtu siç janë, nuk i them kështu me atë llojin e avokatit që s'merret vesh çfarë thotë. Edhe po m'pëlqen shumë që ki guxim të jashtëzakonshëm burr. Edhe kështu bëhet në gjyqë, nuk i them kështu gjërat anë, që them drejt për drejt. Jemi mësuar ata që flasin gjërat hapur e kanë dikën mbrapa, mua po vjen çudi që fol kaç hapur dhe nuk i kërkan mbrapa. Po un kam zgjedhur që të jemi sigurt në jetën time, të kem atë bazën ekzistenciale bazë, nuk jetoj në luks, jetoj shumë thjesht, por ama kur zgjohem mëngjes se di që do jam një njeri i lirë deri në darkë, do fitoj prapë ditën tjetër nga e para. Bravo. Avokatët tonë e kom po, se ti në fakt nuk je martuar, unë e di pse nuk martuar avokatët, e kom gjetë formulën. Nëse do ta them sonte. Jepi vlla. Ti ballafaqim teoritë. Këta, shikoj se ndërruar këta avokatët. Akuzuesi, mbrojtësi. Po, këta avokatët zakonisht nuk e mbrojnë kërkan as veten pa porë. Domethënë tash në momentin që martohet njëri grindet me grua, apo do të më mbrojt veten. E ju pa porë nuk e mbrojnë kërkan as veten madje. Në fakt unë jam i sigurt për diçka që çdo njeri duhet martohet. Çdo njeri duhet bëj fëmijë, është një mision që ja ka dhënë Zoti njeriu që kur e sollin tokë. Unë nga që para 22 vjeç u përballa me mafjet më të rrezikshme në botë, e kam menduar gjatë të martohem apo jo, duke ditur vetëm një gjë që arma më e fuqishme që ka kjo mafia, që është më e fuqishme në botë, që unë e quaj mafia Soros, është që ata të prekin ke familje, ata të marrin peng familjen dhe ashtu të kontrollojnë dhe ty. Dhe unë e kam menduar gjithmonë që ja do e fitojmë këtë betejë dhe një ditë do të jem dhe unë. Kjo betejë nuk mbaron kurrë. A mendon që do të kishte drejtsinë mbuhet nëse nuk do të ekzistonin gjykatat edhe avokatët? Gjykatat duhet të ekzistonin, po unë mendoj që avokati është shpikje e judejve, e kanë shpikur judejt dhe kanë shpikur avokatin që nuk ka ndarje, do të mbrojë edhe pro dhe kundër. Dhe koncepti i judeut për avokatin është që ti të mos kesh më një bazë principesh, po të kesh vetëm lojën që duhet mbrosh një person, që ti e parat, një klient, dhe s'ka rëndësi se ka bërë vrasje apo s'ka bërë vrasje, ti thjesht duhet ta mbrosh. Natyrisht pastaj futet avokati drejta vetë njeriu që janë munduar ta bëjnë në Shqipëri, po dhe ne po të na shohësh, po të na kapësh nga të gjitha anët, jetojmë në një botë të kontrolluar, një botë të rreme ku avokatia është në momentin që del më hapur, kjo rreme e madhe, sepse avokati në të njëjtin moment mund të jetë në njërin anë të sallës, ku dikush akuzon dikë, dhe mund të jetë në anën tjetër të sallës, duke thënë të kundërt, asaj që do thoshte po të ishte krahun tjetër. Dhe vetëm para 2 ditësh më ndodhi kjo ngjarje në gjykat. Po ti çdo që e mbron atë, më tha dikush. I thash, rastësisht i thash unë mbroj atë kundër teje, po mund të kisha qenë duke të mbroj ty kundër atij. Ky më zgjodhi i pari, ky erdhi i pari. E ke thonë një thoni shumë interesante se unë ndjeki shumë. Veçanërisht bashkë me Shpend Goshin që e kena atë. Falenderoj shumë. Përshëndes, mi dorë të kiti e mollë. Përshëndesim Shpendin. Shpend, edhe këtu nga Prishtina. Ke thonë diçka shumë interesante, ke thonë te filmi Stedi Kupirit, regjisorit, Nikol Kidmani afrohet te veshi, ku kështu domethënë para paskina, edhe i thotë Stedi Kupirit, thotë vërtet është kështu, thotë shkema i tij thotë buta liçet nga pedofilët. Unë ta vërtetoj këtë gjë që unë kam trajtuar këtë histori në vitin 2007 dhe në atë kohë kam nxjerrë si fakt dhe kam thënë që Stanley Kubrick e ka vrarë. E ka vrarë familja Rothschild, pasi gjithë filmi bëhet për atë familje, në një kuptim. Është e vërtetë që Nicole Kidman e ka pyet Stanley Kubrick gjatë skenës që po xhirosh, ato skenat me atë ritualin me orgjinë. Po. Dhe i thot afër, momentin që marron skena. Maestro i thot, vërtet i bëjnë këto gjëra dhe ajo habitur. Jemi mos harro Nikola 98-s. Është tjetër Nikola sot. I ka pa Dhe Steli që i afrohet dhe i thot kështu, e dashur Nikola thot, kjo botë drejtohet nga pedofilët. Dhe unë kam shkruar gjithmonë këtë gjë dhe gjithmonë kam shkruar me një fjali tjetër të Kubrick që kombet e mëdha thot sillen si gangster. Kurse të voglat si prostitutat e tyre. Bravo. E vërtet shumë e vërtet. Po ti pse vendosi me fut politikë, si mori lakmik tyve që u dhëçin? Në vitin 1993 lexova librin Komploti botror të Nikolaj Nikolov. Atë e vran brenda një viti. Për atë libër